që ky vend që kam pritur në këtë ditë ku përballë nesh ndodhet vetëm një anije ku do ipi o ky që edhe në emër nuk e meriton t'i flasësh, o ne qytetarë shqiptarë që nuk duhet të shqetësohemi pse në tukje jemi 2, 3, 5, 10% e Shqipërisë në këtë shesh. Bani mend që 1% kudo në botë në historinë njerëzore ka bërë ndryshimi, nëse ne jemi 3, 5, 10%. Bani mend që nuk ka qeveri, që nuk kryesohet, po ka qytetarë që të rriqen. Bani mend, nuk ka kauza që nuk fitohen, por ka qytetarë që e lën kauzën për gjysmë. Prandaj, çdo njeri t'i japi fjalën vetes kur vjen nga shtëpia në të shesh, tamam si generali angles të Bretaj, kur mbritet lufta e dytë botërore, që dogji anijen, edhe ju, edhe ne, edhe unë, të puthin fëmijët edhe gratë në këtë luftë të gjatë të rezistueshme tip Indira Gandhi, ku ne do t'i mundim ata avash me moral. Ne do t'i bëjmë ata që të çmishen, që mos të kenë sy e faqe të dalin para popullit shqiptar. Aq më tepër, një kryeministër që ka shper pronat tona të lishme me kushtetut dhe në 2015 me një ligj të investimit strategjik ku kushtetuta e jep, nëse ai mendon si ta vjedhë këtë popull duke a marrë me investime strategjike. Atëherë, vim këtë çështja. Mos vallë ne dalim për të mbrojtur vetëm flamingot, më tepër se kaq. Mos vallë ne dalim për të mbrojtur zonat e mbrojtura, më tepër se kaq. Mos vallë ne dalim për të mbrojtur vetëm hapësirat publike, ajo që quhet rrër, dul, pyll, lagun, që janë elementë të natyrës, dhe as pak të kujto investitori qoftë ai, sa do i math, sa do vendin qoftë. Prandaj, lidhe një mendjen të dashur qytetarë shqiptarë. Nuk ka tim raka, sepse sot në këtë rrugtim një muaj e disa ditë, ai quhet der i plagosur. Dhe dini të gjithë që të thot der apo ari i plagosur. Ai po fitoi, po kapi anijen, ai do dali mi herë më i fuqishëm. Pra, ne kemi bërë një gabim të madh publik, që pse e kemi lënë në atë i fuqishëm të kthehet me një ari i suksesshëm. Prandaj, edhe dy fjalë për ekspertizën e naftës. E imagjinoni, ne provojmë 500.000 euro lind një fëmijë shqiptar plus me asetet publike që ka. Po nga mënyra se si na i rjepin, diku në Rjoll, diku në Lëkpibaj, diku në Krykën e Setës, diku në Skavic, e kudo me të njëjtën formulë, neve na bëjnë që fëmijët tanë të lindin me $500.000 minus bolt. Pra, ta mbledhi mendjen që ky kryeministër duhet të kenë shtegur se si t'i iki, e kemi rrethuar 2 herë, të mbaruar. Një herë kemi rrethuar demokratikisht, sepse jemi bërë dhe 200 veta në shesh, e kemi rrethuar moralisht, që e kemi qfeshur nga copë përgjësi qytetare dhe përgjësi në komit, e kemi marrë ne qytetarët. Edhe rrethimi i tretë, për mua, është rrethim fizik. Rrethim fizik do të thotë të rrethohet parlamenti, të rrethohet kryeministri, në mënyrë që ata mos marrin më vendime për kautat tona.